Në shtetin e Oregonit, atje ku pyjet e pishave përkulen në erën e ftohtë të paqësorit, dhe ku dimrat mbërrin herët, ishte një qytet e vogël me emrin Havenport. Një vend i qetë, i humbur me skodrave të mbuluara me mjegull, ku jetesa dukej se ecte me ritmin e frutave që thaheshin mbi dritare prej druri dhe trenave të ngadalshëm që kalonin një herë në ditë. Në këtë qytet jetonte Evelyn Moore, një grua 31 vjeçare që punonte në bibliotekën e qytetit. Kishte flok ngjyrë gështenjë të errët, sy të qetë dhe një mënyrë ecjeje që dukej sikur nuk shkaktonte kurrë zhurmë. Evelyn ishte gruaja që të gjithë e njihnin, por askush nuk e njihte vërtet. Pas buzëqeshjes së saj të butë fshihej një jetë plot dhimbje të heshtur, një martesë e dështuar, një burrë që e kishte braktisur 2 vjet më parë për një grua më të re në Kaliforni dhe një familje konservatore që mendonte se Evelyn duhej të ndajë nga ëndrat e saj dhe të pranonte atë që i ka caktuar Zoti. Por ajo nuk ishte atij tipi. Evelyn e kishte lënë shtëpinë prindërore në moshën 19 vjeçare për të studiuar dhe në vitin 1950 ishte ndër të paktat gra të pavarura në zonë që jetonin vetëm në një shtëpi të vogël buzëpyllit të Havenportit. Ajo e kishte zgjedhur atë vend jo për shkak të pamjes, megjithse ishte e mrekullueshme, por sepse pylli i jepte një liri që se gjente askund tjetër. Evelyn dilte shpesh për shëtitje në mëngjes, para se të shkonte në bibliotekë. Mbante gjithmonë me vete një çantë të vjetër lëkure ku kishte një fletore, një penë, një thik të vogël kampingu dhe një batanie të palosur. Atë mëngjes tetori, që kishte çuditshëm një ngrohtë të papritur, ajo u nis në orën 6:30 për të bërë shëtitjen e zakonshme drejt liçenit të vogël brenda pyllit. Era ngrihej lehtë me spemëve, duke krijuar një zhurmë të butë që çapitej ndër degë si këngë largët. Qielli ishte gri, por jo kërcënues. Ajri kishte aromë halore edhe toke të lagur. Evelyn e shkeli shtigun me hapa të qetë, e mësuar, por diçka të ditë pengonte. Një ndjenje çuditshme, si një shqetësim në lëkur, sikur pylli po i fliste me një zë të padukshëm. Duhet të kem fjetur pak, mendoi, duke shkundur kokën. Por ndjesia nuk u zhduk. Ajo vazhdoi të ecte. Kur mbërriti tek thesa e madhe ku shtegu ndahej në 2 degë, një që të çonte drejt liçenit dhe tjetra drejt një zone më të humbur ku jo shumë njerëz shkonin, ajo pa gjurmë të pazakonta në tokë. Si shenja që dikush ose diçka ishte tërhequr zvarr. Ngriti vetullat. U afrua. Gjurmët ishin të freskëta, të thella dhe çuditërisht të drejta. Nuk i ngjanin gjurmëve të kafshëve. Ishin më të rënda, më të zgjeruara. Mos vallë dikush është lënduar. Për një moment mendoi të kthehej dhe të njoftonte sherifin. Por sherifi i qytetit, Arthur Grady, nuk ishte tipi më i besueshëm. Me barkun e madh dhe me prirjen për të pirë hiskej para orës 10 të mëngjesit, ai i merrte raportimet me shaka. Evelyn vendosi të ndiqte gjurmët vet. Ngadalë me kujdes. Hapi pas hapi, pylli filloi të zbehej në një qetësi të çuditshme, si një heshtje që priste diçka. Gjurmët vazhdonin për disa metra pastaj zhdukeshin në një trung të rënë. Evelyn u përkul, ngriti degët dhe hodhi një sy përtej. Dhe pikërisht atëherë zemra ju ndal. Aty, mes barit të lagët dhe gjetheve të rëna, ndodhej një burr. I shtrirë, i pajet, apo thjesht i pavetëdijshëm, këmisha e tij e bardhë ishte e bërë mal me gjak. Në anën e majtë të brinjëve, kishte një plak të thellë. Fytyra ishte mavjosur. Flokët ishin ngjitshëm nga gjaku dhe balta. Ai ishte rreth të 40-tave, i veshur me rroba të shtrenjta që nuk i përkisnin as pak një pylli të thjeshtë në Oregon. Evelyn u afrua me kujdes. E preku në qafë. Pulsi ishte i dobët, por i pranishëm. Zoti madh, po shpëriti. Ajo e kapi burrin nga krahët dhe u përposhta kthente pak. Ai lëvizi, lëshoi një zë të ngjyrur, një rënkim që i ngjante më shumë një përpëlitje mes jetës dhe vdekjes. Evelyn i shtangu trupin. Sytë e tij u hapën pak, të përgjakur të turbullt. Ku jam? Gërmëzoi ai, me zë që vështirë dëgjohej. Je i sigurt? Je me mua? Je i plagosur keq? Më dëgjon. Burri nuk foli. Thjesht lëvizi kokën lehtë, sikur përpiqej të mbante veten. Evelyn e mbajti nga supet. Unë jam Evelyn. Mund të më thuash emrin tënd? Ai u mundua të thoshte diçka. E hapi gojën ngadalë. Daniel. Daniel. Mirë, qëndro zgjuar. Nuk mund të lë këtu. Do të ndihmoj. Jo, tha ai me një zë që mezi u dëgjua. Nuk sherifi, mos i thuaj. Evelyn u tremb. Mirë. Nuk i them askujt tani. Vetëm duhet të ndihmoj të dalësh prej këtu. Daniel u përpoq të thoshte diçka tjetër, por sytë u mbyllën sërish. Evelyn e kuptoi se minuta çasti dhe ai mund të humbte jetën. E kapi nga krahu, e mbështeti trupin e tij në të sajnë duke parë nga të gjitha anët, e pastaj nisi ta tërhiqte drejt shtegut. Ishte e vështirë. Ai peshonte shumë.
Plaga rrite ende gjak. Veshja e tij ishte qarë në 2 vende. Kur doli në shtegun kryesor, ajo ndjeu se krahë po i digjnin, por nuk u dorëzua. Vetëm kur mbërriti tek shtëpia e saj, një kabinë e vogël prej druri buz pyllit, ajo mori frymë thellë dhe e futi brenda. E uli në shtrat, i hoqi këmishën e përgjakur dhe pa plagën më qartë. Ishte prerje e madhe, sikur dikush e kishte shpuar me thik. Zemra e saj rrite shpejt. Kush ta ka bërë këtë, Daniel? Ai nuk fliste. U përmend vetëm pak, thuajse në gjendje delirante. Evelyn mori ujë të ngrohtë, alkool, fasha dhe filloi të pastronte plagën. Të duart i dridheshin, por ajo ishte e vendosur. Kishte ndihmuar dikur në klinikën e qytetit kur ishte studente, kështu që dinte çfarë të bënte. Temete, pastroi, shkundi, fashoi. Burrit ju qetësua frymëmarrja. Evelyn u ul pranë tij, e lodhur, duart ende të mbuluara me gjak. Ai dukej kaq i humbur, kaq i pambrojtur, krejt ndryshe nga rrobat e tij të shtrenjta që tregonin se ishte njeri me status. Papritur, ai i hapi syt. Dhe sytë e tij u fokusuan te ajo për herë të parë me qartësi. Ti më shpëtove, tha ai ngadalë. Ajo uli kokën. Ndoshta. Jo, me siguri. Ai mori frymë thellë, duke vështruar tavanin, pastaj fytyrën e saj. Për disa momente qëndrimi i tij ndryshoi. U duki habitur, i friksuar, sikur po kujtonte diçka. Unë kam qenë në aratit, tha, duke gëlltitur. Dikush po më kërkon, dikush që nuk duhet të më gjeje. Kush? Ai mbylli syt përsëri, sikur forca po i largohej. Më fal, s'mundem jo tani. Dhe ra në gjumë të thellë. Evelyn qëndroi ulur para tij për një kohë të gjatë, duke dëgjuar frymëmarrjen e tij të pabarabartë. Ajo nuk e dinte kush ishte. Nuk e dinte pse ishte i plagosur, pse ndodhej në pyll, pse nuk donte sherifin. Nuk e dinte as nëse duhej të kishte frikë, por e dinte diçka. Jeta e saj sapo kishte ndryshuar. Dhe nuk kishte më kthim pas. Evelyn nuk e mbajti mend se sa orë ndenjë ulur pranë shtratit, duke parë burrin e plagosur si të ishte një enigme e pasgjishme. Ora e morit bënte një zhurmë të qetë tik-tak, që në atë qetësi të papërshkrueshme i dukej si bubullime largët. Jashtë era shtynte degët e pishave të prekeshim me dritaren, duke krijuar atë fërshëllimën karakteristike dimërore. Diku rreth orës 11:30 të paraditës, Daniel lëvizi. U përmend ngadalë, hapi syt për pak, pastaj u mundua të ngrihej. Evelyn u ngrit me njëherë. Mos lëviz shumë, tha ajo duke e shtypur butë shpatullën e tij. Ke humbur shumë gjak. Mund të humbësh ndjenjat sërish. Ai ngriti syt dhe vështroi dhomën. Fytyra i duke e hutuar, ndërsa bukuria e tij e ngurtë, si e skalitur, ishte ende e dukshme pavarësisht gjendjes së tij. Ishte ai lloj burri që po të hynte në një lokal, të gjitha gratë do t'u shkëlqenin syt. Dhe megjithatë, tani dukej si një njeri i thyer. Ku jam? Pyeti ai, këtë herë me një zë më të qartë. Në shtëpinë time. Në Havensport, Oregon. Ai mbylli syt për një moment, sikur po përpiqej të rindërtonte kujtesën e tij. Shtëpia jotet, përsëriti ai me një lloj mosbesimi të butë. Pse më ndihmove? Sepse ishe duke vdekur në pyll, tha Evelyn pa e dramatizuar. Nuk mund të lija aty. Ai e shikoi drejt, po thuajse i hutuar. Disa do të kishin ikur. Do të më kishin lënë aty. Ti nuk e bëre këtë. Evelyn ngriti supet. Ndoshta sepse nuk jam disa. Ai buzëqeshi, por buzëqeshja ju zhduk shpejt kur një therrje dhimbje e i goditi brinjët. Ai vuri dorën mbi fashën e bardhë. Sa keq është? Pyeti duke gulquar. Mjaft keq sa për të mos lëvizur, u përgjigj Evelyn. Jo aq keq sa për të vdekur. Nëse pushon dhe nuk bën marrëzi do shpëtosh. Ai qeshi lehtë, por qeshja i doli në një rënkim. Më duket sikur kam takuar një infermiere më të ashpër se mutilatori që më shpoi. Evelyn vështroi plagën e tij me kujdes. Kush ta bëri, Daniel? Ai ngriti kokën, syt ju rrësuan pak. Sikur po mbante me zor një sekret që e gërryente nga brenda. Do të ta them, tha ai ngadalë. Por jo tani. Duhen ende disa gjëra që duhet i kuptoj vetë. Ajo nuk e shtiu. E kuptoi që ai nuk ishte thjesht dikush që kishte rënë mbi një shop apo ishte sulmuar nga një kafsh. Kjo ishte diçka e rëndë. Shumë e rëndë. Mirë, tha ajo. Por duhet të dish diçka. Nuk mund të qëndrosh këtu gjatë. Havensport është i vogël. Njerëzit flasin. Nëse dikush të ka kërkuar, nuk mund të rrezikoj që të gjejnë te shtëpia ime. Daniel e shikoi, e vlerësoi me sy të lodhur por të mpret. Po ti çfarë rrezikon? Nuk më nje. Mbase rrezikoj shumë. Mbase jo. Por nuk do të të dëboj sot. Ke nevojë për ndihmë. Për disa sekonda, askush nuk foli. Tensioni i heshtër mes tyre ishte i prekshëm, si një fill i padukshëm që i lidhte dy botë që nuk duhet të takoheshin kurrë. Në fund, Daniel tha ngadalë.
Faleminderit, Evelyn. Ajo u kthye drejt dritares për të mos e treguar hutimin që i shkoi fytyrës. Ajo nuk ishte mësuar që burrat i thoshin faleminderit me atë lloj zëri. Ishte e mësuar me burrat e supeve të rënë, që flisnin më shumë me duar se me fjalë. Kur ora shkoi nga paraditja në pasdite, Evelyn i përgatiste diçka të ngrohtë, supë pule, patate të zira, pak bukë të pjekur në furrën e vjetër me dru. Kur hyri në dhomë me tabaka në duar, gjeti Danielin të ulur më drejt, duke mbajtur shpinën në mur. Duhet të hash, tha ajo. Ke nevojë për fuqi që të shërohesh. Ai përkullur kokën falenderoi, mori lugën ngadalë, sikur çdo lëvizje i kushtonte dhimbje. Evelyn u ulte karrigja pranë shtratit, duke e vëzhguar. Ke shumë fjalë që po i lë pa thënë, tha Evelyn pa pritur, duke e habitur edhe veten me sinqeritetin e saj. Daniel ndaloi lugën në mes të ajrit. Çfarë të bën të mendosh këtë? Syt, tha ajo. Njerëzit gënjen me gojë, por syt i trajtojnë gjithmonë. Ti po mban diçka brenda. Ai e vendosi lugën në tas. Fryu let. Mos u merra kos, Evelyn. Si jam ndonjë kriminal. Këtë se di, tha ajo pa e hequr vështrimin nga ai. Por di që je duke u fshehur nga dikush që ka dashur të të vrasë. Dhe kjo nuk është pak. Daniel mori frym me vështirësi, pastaj tha. Jam të dikush me të cilin disa njerëz nuk do të donin të ishin të lidhur. Milioner apo jo? Ai ngriti vetullat i habitur. Si e dija? Rrobat e tua. Ora në dorë. Materiali i këmishës. Këpucët e bëra me porosi. Asnjëri nga njerëzit e këtij qyteti nuk ka veshje të tilla. Ai qeshi me një admirim të ndrojtur. Je shumë vëzhguese. Jam bibliotekare. Vëzhgimi është pjesë e punës. Ai uli syt në tasin e supës. Mirë, tha ai ngadalë. Kam para. Kam shumë para. Kam armiq. Por ky nuk është problemi i vetëm. Atëherë cili është? Ai ngriti kokën dhe e vështroi drejt. Nuk e di nëse mund të besoj. Evelyn nuk u mërzet. Atëherë mos më beso ende. Por unë të shpëtova jetën. Ke kohë të mendosh. Daniel e pa gjatë, sikur donte t'i thoshte diçka më shumë, por mendoi më mirë. Pastaj ngriti lugën sërish dhe vazhdoi të hante, rreth orës 17:00, dikush trokiti në derë. Evelyn ngriti kokën menjëherë. Daniel u ngurtësua, syt ju hapën, fytyra ju zbe. Mos lëviz, i tha ajo shpejt. Ajo zbriti shkallët, mori frym thellë dhe hapi derën vetëm pak. Ishte sherifi gradu. Me kapelen e tij të vjetër, me hunden që i nxinte nga duhani dhe me një vështrim që tregonte se diçka po nuhaste. Mirdita zonja More, tha ai. Po bëj një kontroll nëpër shtëpitë pranë pyllit. Ka pasur raportime se është dëgjuar një plumb mbrëm vonë. A keni vënë re diçka të çuditshme? Evelyn ndjeu gjakun t'i ngrihej. Jo, zotëri sherif. Nuk kam dëgjuar asgjë. Ai e vështroi si të po analizonte çdo centimetër të fytyrës së saj. Po ndonjë vizitor? Ndonjë njeri që ka kaluar këtej sot në mëngjes? Evelyn ngriti supet. Jo. Vetëm unë dhe librat e mi. Sherifi hoqi kapelen, fshiu ballin dhe tha. Po shoh gjurmë në tokë. Të freskëta. Sikur dikush ka kaluar së fundmi. Evelyn buzëqeshi butë. Unë dola për shëtitje rreth orës 6. Mund të jenë gjurmët e mia. Ai rudhi syt, sikur nuk e besonte plotësisht, por nuk kishte asnjë provë. Mirë, tha duke e vendosur kapelen mbi kokë. Nëse shen ndonjë të panjohur ose dëgjon ndonjë zhurmë, më telefono. Patjetër. Ai u kthye dhe u largua ngadalë, duke parë disa herë pas. Evelyn e mbylli derën me një ndjenjë të prerë që po hynte në një rrezik të madh. Kur u kthye lart, Daniel e priste me një fytyrë të ngrirë. Po të kërkojnë, tha ai me një zë të ulët. Tani e kuptova, ja ktheu Evelyn. Duhet të largohem. Nuk mund të ecësh, Daniel. Atëherë do t'i çoj në vdekje të sigurt, jo të shtëpia jote, tha ai i frustruar. Ajo u afrua me një qetësi të ftohtë, më shumë fortë se panik. Dëgjoj, ti nuk je në gjendje të dalësh nga kjo shtëpi. Nuk mund të ecësh dot as deri te dera e pasme pa u rrëzuar. Këtu do rrish, të paktën sonte. Nesër do të shohim si të veprojmë. Ai nuk foli, por fytyra i tregoi se kishte frikë. Jo vetëm për veten, por për të. Kur ra nata, Evelyn përgatiti një vend qëndrimi në dhomën e saj të mishve ku flinte Daniel. Nuk donte ta linte vetëm, nga frika se mos humbiste ndjenjat ose mos kishte gjakderdhje. Ndriçimi i zbeti llampës e bënte dhomën të dukej sikur ishte nëna e qetësisë, por brenda tyre gjithçka ishte lëkundur. Daniel flinte, por jo qetë. Her pas here rënkonte. Djersitej. Në një moment, rreth orës 2 pas mesnate, Evelyn dëgjoi diçka që e ngriti menjëherë. Jo, mos e prek, mërmëriti ai. Ajo u afrua dhe e pa që po fliste në gjumë, duke rrotulluar kokën me panik. Pa pritur, ai hapi syt me një shpërthim frike.
Unë ngrit me nxitim, por dhimbja e plagës e goditi aq fort sa që u përkul mbi vete. Evelyn i vendosi dorën mbi shpatull. Qetësohu. Je i sigurt? A i mori frymë edhe disa herë derisa gjoksi i tij u qetësua. Kisha një makth. E kam parë, tha Evelyn. A i uli sytë. Pastaj tha. Unë nuk jam thjesht dikush që ka para. Ka njerëz që të presin të më shohin të vdekur. Pse? A i ngriti sytë dhe po e vështronte drejt, për herë të parë me një vendim që duke i rënd, i pjekur, i pathyeshëm. Sepse nuk kam bërë atë që donin ata. Sepse jam njeriu i gabuar në sytë e tyre. Sepse di një sekret që nuk duhet ta dija. Evelyn ngriti mjekrën. Çfarë sekreti? Daniel u ul në shpinë, duke marrë frymë thellë. Po të ta them, e tha ai. Nuk do të ketë më kthim pas për asnjërin prej nesh. Evelyn nuk lëvizi. Nuk u tremb. Atëherë fillo, tha ajo. Sepse tani më je në jetën time. Dhe unë në tënden. Daniel e shikoi për disa sekonda që dukeshin të pafundme. Dhe më në fund foli. Po më ndjekin sepse kam zbuluar diçka për kompaninë e babait tim. Një skandal të madh. Diçka që mund të dëmtojë njerëz shumë të fuqishëm. Dhe ata nuk duan dëshmitar. Fjalët e tij e ndalën frymëmarrjen e Evelynit për një çast. Pyet jashtë dritares Ulërinin. Dhe historia e tyre, sa po ishte futur në një territor nga i cili nuk kishte kthim, drita e llampës së vogël dridhej lehtë ndërsa era jashtë godiste çatin, si një paralajmërim i padukshëm që nuk donte të heshte. Evelyn qëndroi ulur në karrige e ftohtë, por e patundur. Daniel ishte gjysmë i shtrirë, i mbështetur me jastëk, me fytyrën e zbehur dhe shikimin që dukej sikur i shpërndante copsa të vërtetash të rënda në ajër. Dhe megjithatë, në atë dhomë të vogël, ai për herë të parë vendosi të tregonte gjithçka. Jo pjesë, jo për shpëritje, por të vërtetën e plot, kompania e babait tim nuk është ajo që njerëzit mendojnë. Zëri i tij nuk ishte më i friksuar si më herët, tani kishte një lloj qëndrimi të butë, një përzierje midis lodhjes dhe dorëzimit, por edhe vendosmërisë. Evelyn nuk e ndërpreu. Daniel mori frymë dhe nisi. Babai im, Charles Hitmore, është një nga njerëzit më të pasur në bregun perëndimor. Kompania e tij, Hitmore Timber, shet dru dhe shfrytëzon pryjet që shtrihen nga Washington deri në Kaliforni. Për vite të tëra, e gjithë Amerika ka menduar se ai është një njeri i drejtë, filantrop, i ndershëm, por kjo është vetëm ajo që njerëzit shohin nga jashtë. Ai uli syt, ndërsa Evelyn mbante duart e kryqëzuara në preher për të mos i dridhur. Unë gjithmonë kam dyshuar se diçka nuk shkonte. Është e vështirë të mos e ndjesh kur rritesh në një shtëpi ku pasuria vjen nga heshtjet e njerëzve dhe nga sytë që nuk shohin më botën siç duhet. Babai im e drejton biznesin si një perandori, dhe në perandori njerëzit që pengojnë rrugën zhduken. Evelyn u përkul lehtë përpara, duke e studiuar me kujdes. Çfarë zbulove, Daniel? Ai ngriti kokën dhe shikoi drejt me një lloj turpi. Zbulova se kompania e babait tim ka qenë duke shfrytëzuar ilegalisht tokat e disa fiseve vendase. Shfrytëzonte pryjet që nuk i përkisnin as kompanisë, as shtetit, por komuniteteve indigjene. Dhe babai im i kishte paguar disa politikan, disa biznesmen dhe madje edhe disa njerëz të ligjit që ta mbanin këtë sekret. Për vite, për dekada, një heshtje e rëndë u ul mes tyre. Evelyn ndjeu një të ftohtë që i rrëshiti nga shpina deri te duart. Dhe ti, tha ajo me një zë të dridhur se që priste. Ti e zbulove rastësisht. Jo rastësisht, tha Daniel duke tundur kokën. Po kërkoja qëllimisht. Diçka nuk më shkonte. Çdo herë që pyesja babain për disa toka që ne gjoja kishim bler në vitet 40, ai më shmangte. Fillova të kontrolloja dokumente, regjistra, fotografitë e vjetra, fatura, dhe një natë gjeta një dosje që nuk duhej ta kisha gjetur. Ai mori frymë thellë. Babai im po shkatërronte tokat e njerëzve që nuk kishin zë. Dhe kur dikush përpiqej të fliste, nuk fliste më. Evelyn vuri dorën te goja, gati të mos e besonte. Ti ja the atij që zbulove? Po. Dhe ajo natë ishte fillimi i fundit për mua, Danieli vazhdoi. Ishte një mbrëmje e thjeshtë. Ne ishim ulur në sallonin e madh të shtëpisë son në Portland. Babai im po pinte whisky si gjithmonë. Unë i dhash dosjen që kisha gjetur. Ai e mori me qetësinë e një njeriu që e di se çfarë do të lexoje. Dhe kur mbaroi së shfletuari, ngriti syt dhe më tha një fjali që nuk do ta harroj kurrë. Ti nuk e kupton se si funksionon ky vend, bir. Nëse nuk je i fortë, të rrëzojnë. Evelyn dridhej lehtë nga mënyra se si ai e tregonte. Zëri i tij nuk dridhej, por duart po. I thash se do dilja publikisht me këtë, se nuk mund të lejoja që ai të vazhdonte të shkatërronte jetë. I thash se nuk do të isha bashkëpunëtor. Ai nuk më lud, nuk u zemërua. Vetëm ngriti gotën, piu një gullonik dhe tha: "Nëse del kundër meje, nuk je më djali im."
Daniel sinte kokën. U largova atë natë. Dhe nuk hyra më në atë shtëpi. Mendoja se do isha i lirë. Se doja dilja. Është naiviteti i atyre që duan të bëjnë gjën e drejtë, por nuk kuptojnë se sa i piset është sistemi që sfidojnë. Evelyn e dëgjoi me një dhimbje që nuk ishte e saj, por që ndjosi ti përkiste edhe asaj. Ata të ndoshën? Po, e tha Daniel. Jo me njëherë. Së pari më vëzhguan. Më ndishnin totalisht hap pas hapi. Pastaj, një natë, sa po dola nga një hotel në Eugene, dikush u përposhte më fuste me forcë në një makinë. Ja dola të shpëtoja. U fsheha për kohë. Dhe kur mendova se isha i sigurt më gjetën, ai preku qepjet në brinjë. Më qelluan natën e dieshme. Në pyll. Kishin ardhur që të më vrisnin. Përfundimisht, Evelyn e tërhoqi frymën me forcë. Dhe ti u fshehe me spishave. Po, dhe rash. U rëzova në mes të errësirës. Po humbisja gjak. Nuk shikoja më rrugën. Do të kisha vdekur aty në atë pyll, nëse ti nuk do të më kishe gjetur. Nuk e di pse pikërisht unë. Evelyn u lisyt në duar. Nuk e di pse të gjeta unë, tha ajo me një zë që i dilte më i butë se gjithmonë. Ndoshta sepse ishte e shkruar, tha Daniel me një ton të çuditshëm të përzierë mes lodhjes dhe mirënjohjes. Ndoshta sepse unë nuk kisha njëri tjetër. Ai u ndal. Evelyn ngriti kokën dhe e pa. Çfarë do të bësh tani? Pyeti ajo, e ndërgjegjshme sa ajo pyetje i ndryshonte të dyve fatin. Daniel fryu let. Nuk mund të shkoj askund kështu. Po të dal jashtë kësaj shtëpie, do ta mbaroj. Ata janë profesionistë. Nuk dorëzohen. Evelyn e ndjeu zemrën të rritë fort. Atëherë do rish këtu. Derisa të shërohesh. Derisa të gjejmë një mënyrë. Evelyn, kjo është shumë e rrezikshme, ta dish, tha ajo me një vendosmëri të butë, por të pathyeshme, gjithmonë kam jetuar jetë të qetë. Të parashikueshme. Të sigurt. Por për herë të parë dhe ndjej se nuk kam frikë të marr rrezik. Sepse ti nuk e meriton të vdesësh për diçka që nuk e ke bërë. Danieli e shikoi gjatë, sikur s'kishte parë kur një njeri të tillë. Pse po e bën këtë për mua? Pyeti ai. Ajo ngriti shpatullat, por syt i shkëlqenin me një dritë të re. Ndoshta sepse dikush duhet ta bëjë gjën e drejtë. Dhe në këtë moment, ajo dikush jam unë. Daniel e mbylli sërish kokën në bark, si për ta fshehur emocionin. Pastaj tha me një zë shumë të ulët. Do të mbaj mend gjithë jetën këtë natë. Në mëngjesin e ditës tjetër, dielli sapo kishte dalë, kur dikush trokiti përsëri në derë. Por këtë herë trokitja nuk ishte si e sherifit. Ishte e ulët, e ngadalt, e qëllimshme. Evelyn ngriti kokën nga libri që po lexonte. Daniel i shtrir, ngriti vetullat në alarm. Fryma ju ndërpre. Nuk është sherifi, po shpriti ai. Ata trokasin kështu vetëm kur duan të kontrollojnë kush është brenda. Evelyn u ngrit ngadalë, por zemra i rrite aq fort sa mendonte se do t'i binte. Daniel i zgjati dorën drejt saj. Mos e hape derën, tha ai duke e kapur për kyç. E tërë jeta ime varet nga kjo. Evelyn e lëshoi dorën butë, e vendosur dhe tha. Më beso edhe ti, tani. Ajo zbriti shkallët duke mos marrë frymë. Trokitja u përsërit. Më e fort. Evelyn vuri dorën te doreza e derës. Dhe atë qast një hije zezë u du përmes gjamit të turbullt. Evelyn nuk e mbante mend kur kishte ndjerë për herë të fundit një peshk kaq të rënë në gjoks. Ndoshta kur kishte humbur të atin. Ndoshta kur kishte parë vëllain të largohej për në ushtrije të mos kthehej më. Por kjo ishte ndryshe. Ishte një lloj frike që nuk të kërcente në fytyrë, por të gëryente ngadalë nga brenda, sikur çdo qelizë e trupit të saj po i thoshte se diçka e madhe e rrezikshme po afrohej. Daniel po rrinte i heshtur tek tavolina e vjetër prej kedri. Po pinte kafen që ajo i kishte bërë, por duart i dridheshin. Kishte trinet pa gjumë, dhe syti ishin skuqur nga pagjumësia. Shpesh herë dukej sikur dëgjonte diçka jashtë, hapa një makinë që afrohej, një derë që përplasej nga era, por çdo herë rezultonte bosh. Megjithatë Evelyn e dinte, në ato male askush nuk vinte kot. Dhe asgjë nuk ndodhte rastësisht. Njolla mbi derë. Atë mëngjes, ndërsa Daniel shkoi të merrte dru, Evelyn pa diçka që i ngriti qimet në krah, një shenjë në derën e pasme të shtëpisë, një vije e gërvishtur me thik. Ajo nuk kishte qenë aty mbrëmjen e kaluar. Shenja duke e freskët si një paralajmërim. Kur Daniel u kthye, ai ngrin. Kush e ka bërë këtë? Pyeti me një zë të ulët, që nuk ishte i zakonshëm për të. Nuk e di. U zgjova para teje dhe e pash. Ai afroi dorën tek shenja, e përshkoi lehtë me gisht, sikur po përpiqej të lexonte diçka të shkruar në atë gërvishtje. Është e ti, tha më në fund. E kujt? Sytë e Danielit u errësuan. Të vëllait tim. Fjalët ranë sigur mbi qetësinë e mëngjesit. E vërteta që Daniel kishte fshehur. Daniel u ul,
mori frym thellë dhe për herë të parë që kur ishte shfaqur i plagosur në jetën e saj, ai duke i gatshëm të tregonte të vërtetën. Nuk jam plagosur aksidentalisht, Evelyn. Nuk ishte një grabitës. Nuk ishte një kafshë e egër. Ishte ai dhe ishte Henry. Evelyn mbeti pa fjalë. Ajo e dinte e qysh që Daniel fshite diçka, plagat e tij ishin shumë të thella, shumë të pastra të bëra nga dikush që dinte mirë se ç'bënte. Pse? Arriti të thoshte. Danieli lëvizi duart, pa galerinë e fotografive mbi oxhak, sikur kërkonte guxim tek fytyrat e mishve të vjetër të babait të Evelynit. Ne nuk kemi qenë thjesht vëllezër, tha ai. Ne ishim rival që nga dita që hapa syt. Kur trashuam pasurinë e babait ton, unë refuzova planet e tij për të blerë tokat e njerëzve të varfër dhe për të ndërtuar industri që do t'i rënonin. Ai donte çdo qindark që ekzistonte. Unë jo. Ai ngriti syt drejt saj dhe vendosi të më zhdukte. Evelyn ndjeu sikur dikush i kishte marrë ajrin, po fliste për vëllain e tij. Gjakun e vet. Më gjetën në pyll, vazhdoi Daniel, më qelluan 2 herë. U përpoqa të aratisesha, dhe pastaj ti u shfaqe si një mrekulli, si drita e vetme në këtë vend, ku mendova se do jepja shpirt. Ajo u skuq. Nuk e priste që ai ta thoshte kaq hapur. Henry më kërkoi edhe në qytet, shtoi ai. E di që jam këtu. Dhe shenja në derë është firma e tij. Evelyn mori frym thellë, duke ndjerë një të ftohtë që nuk vinte nga dimri, por nga diçka më e zezë. Telefonata që nuk duhej bërë. Rreth drekës, teksa Daniel ishte në hambar, telefoni i vjetër me tela, ai që Evelyn e përdorte vetëm për raste urgjente, ra pa pritër. Asnjë njeri nuk telefononte atje. Asnjë. Ajo ngriti receptorin. Hall! Në anën tjetër u dëgjua një frymëmarrje e gjatë, e rëndë. Evelyn Sarter. Ajo ngrin. Kush jeni? Gratë që stërhojnë kriminal shpesh përfundojnë keq, shumë keq. Fryma e saj u ndërpëre. Keni shtëpi të bukur, vazhdoi zëri. Ajo dritarja e dhomës së gjumit, duhet riparuar, është e brisht. Shumë me brisht. Pastaj klik. Linja u mbyll. Evelyn u kthye me shpejtësi nga dritarja, dikush mund të ishte aty jashtë. Dikush që po i vëzhgonte. Dikush që dinte çdo gjë për të. Kur Daniel u kthye, ajo i tregoi gjithçka. Ai u zbe. Ka ardhur deri këtu, tha ai. Dhe nëse ka ardhur, nuk do të ndalet derisa të marrë atë që do. Dhe çfarë ndo? Daniel e pa drejt në sy. Mua. Dhe gjithçka që dua të mbroj. Përplasja e natës. Ajo natë ishte më e gjatë se çdo natë tjetër që Evelyn kishte kaluar. Daniel vendosi të mos flinte fare. Rin me radhë, duke u siguruar që zjarfiksit e vjetër në verandë të mos fikeshin, duke dëgjuar çdo lëvizje në përpyll, çdo shushurim që vinte nga erërat e veriut. Diku rreth orës 3 të mëngjesit, qend filluan të lehnin me histeri. Pastaj, një dritë makine depërtoi me spemëve. Ai është, pëshpëriti Daniel. Ai kur nuk heq dorë. Evelyn ndjeu gjakun t'i ngrinte. Ai drithije që po dilte nga makina ishte i gjatë, i fuqishëm, i sigurt në hapat e tij. Nuk e kishte parë kur Henryn, por nuk kishte nevojë. Gjithçka ishte e dukshme vetëm nga mënyra se si ecte drejt shtëpisë së saj si pronar, si njeri që nuk kishte frikë nga asgjë. Evelyne, tha Daniel duke i marrë duart, çfarë do që të ndodh, dua që ta dish ti më shpëtove, më dhe jetë. Pa ty, unë do isha një kufon pa emër në fund të pyllit. Ajo vështroi fytyrën e tij, sytë që i dridheshin, buzët e çara, plagën që ende nuk ishte shëruar plotësisht. Unë nuk i ki, i tha. Jo tani. Jo kur ti ke nevojë për mua. Daniel buzëqeshi për herë të parë atë natë. E vetmja gjë që kam kërkuar në këtë jetë ishte dikush që të mos më braktiste. Por para se të mund të thoshi më shumë, një zhurmë të lehtë metali u dëgjua tek dera e jashtme. Një përplasje e qetë. Një klik i ftohtë. Dikush po hapte derën. Evelyn u ngrir. Daniel mori frym thellë, mori pushkën e vjetër të babait të saj, pastaj e mbajti dorën pranë saj. Është koha, tha ai. Koha kur e shkuar edhe e tashme përplasën. Dera u hap ngadalë dhe një hije zezë e gjatë hyri brenda. Evelyn e ndjeu, kjo natë do të ndryshonte gjithçka. Përgjithmonë, dera e kabinës u hap me një kërkëllim të ngadalt, të ftohtë, që dukej sikur po shponte ajrin. Evelyn ndjeu rrahet e zemrës të ngjiteshin deri në fyt, aq fort sa mendoi se edhe hija që sapo hyri mund t'i dëgjonte. Figura ishte e gjatë, e hishme, një figurë që dukej sikur ishte rritur mes pasurive, pushtetit dhe rënimit moral. Manteli i tij i gjatë prej leshit u ndej lehtë pas tij, dhe çizmet prej lëkurë shkëlqenin në dritën e llampës së vajgurit. Ai nuk u ngut. Nuk duke i friksuar. Nuk duke as i emocionuar. Ai duke i thjesht i sigurt. Si njeri që ka ardhur për diçka që konsideronte të vetën. Daniel ngriti pushkën, duke e mbajtur në nivelin e gjoksit të hijes.
Largohu nga ajo der, Henry, tha me një zë të ulët, por të pathyeshëm. Hija buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e keqe e gjatë e kontrolluar. Pastaj hyri plotësisht brenda, duke zbuluar fytyrën, fytyra e një burri që i ngjante Danielit, por më e ashpër, më e plasaritur nga ambicia dhe udhët e errëta që kishte zgjedhur. S'ke ndryshuar fare, vëlla, tha Henry. Ende me ato ndjenjat e tua të zakonshme për drejtësi. Ende i verbër. Ende dhe i lehtë për të shfrytëzuar. Ai hodhi sytë tek Evelyn. Dhe duket se në këtë pyll, ke gjetur një engjëll të vogël. Mjaft të bukur për të bërë të harrosh logjikën. E kuptoj pse je fshehur këtu. Evelyn qëndroi e ngrirë. Nuk e dinte nëse duhej të fliste, nëse duhej të lëvizte, apo thjesht të merrte frymë sa më pak që Henry të mos e vërente. Daniel lëvizi një hap përpara, duke e vendosur veten para saj. Nëse prek atë, tha ai, duke e shtypur gishtin më fort në këmbëzën e pushkës, unë nuk kam problem të bëhem ai njeri që ti gjithmonë ke dashur të jem. Henry qeshi lehtë, shpërthimi i fjalëve të vjetra. Nuk kam ardhur për të, tha ai, duke i hedhur Evelynit një shikim të ftohtë që i rhoqi lëkurën. Kam ardhur për ty. Dhe për atë që më përket. Daniel ngriti mjekrën. Asgjë nga çfarë mendon se të përket nuk do ta marrësh. Jo më. Sytë e Henry shkëlqyen me një ngjyrë të errët, po thuajse sëmur. Më detyrove, shpëriti ai. Që nga dita që refuzove marrëveshjen me Montgomeryt, ti po më saboton. Më detyrove të humbas miliona. Më detyrove të humbas kontrollin. Dhe tani, nuk kam asnjë arsye të le të marrësh frymë edhe një ditë tjetër. Ai nxori një armë nga brendësia e mantelit. Evelyn vuri duar tek goja, ndërsa Daniel ngriti pushkën edhe më lart. Nëse qëllon, tha Daniel, ne të dy do vdesim. Dhe ti e di. Henry ngriti supet. Ndonjëherë, tha ai, vdekja është një çmim i vogël për pashën, ose për pasurinë. Për plasja. Tensioni shpërtheu si një tel i këputur. Daniel, bërtiti Evelyn, duke parë si Henry po ngrinte armën. Tritaret u dridhen. Llamba e vajgurit u drodh. Qend jashtë lehen me tërbim. Dy krisi armësh. Njëra shumë e afërt, tjetra më e shurdhët. Evelyn mendoi se koha ishte ndalur. Mushkëriti dhembni nga mungesa e frymëmarrjes. Fytyn ja shtrëngonte një forcë e padukshme. Nuk dinte kush kishte qelluar kë. Dhe atëherët ajo pa gjithçka. Daniel qëndronte ende në këmbë. Pushka i kishte rënë nga duart, por ai nuk ishte ai që ra. Henry u lëkun një hap, pastaj një tjetër. Pastaj ra në dy sheme me një trokitje të rëndë, metalike, ndërsa arma i rrëshiti nga dora. Në derën pas tij qëndronte Sherifi Collins. Sherifi i vjetër me mustaqet e mëdha, ai që Evelyn e njihte prej kohësh, ai që gjithmonë thoshte se pylli fsheh më shumë se ç'mund të shohin sytë. Ai mbante një revole ende të nxehtë. Kam marrë 3 telefonata anonime për ditë të tëra, tha sherifi. Dikush po pyeste për një trup në pyll dhe për një burr të plagosur. E kuptova se çfarë po ndodhte shumë para se ky qen i çmendur të merrte makinën e të ngjitej këtyre maleve. Evelyn shpërtheu në lot. Daniel mori frymë thellë, sikur dikush i kishte hequr një peshë që kishte vite që e mbante. Sherifi ju afrua Henryt, i preku qafën. I gjallë, tha ai. Do shkoj në burg, dhe do dënoj edhe të tjerët që ka pas vetes. Danieli uli kokën, duke mbajtur gjurin me dorë. Mbaroj, tha ai. Më në fund mbaroj. Evelyn ju afrua, e përqafoi, e mbështeti ballin tek ai. Po, shpëriti ajo. Mbaroj. Drit pas errësirës. Pas asaj nate gjithçka ndryshoi. Hetimet u hapën. Emri i Henry doli në gazetat e mëdha. Skandale, tregti të paligjshme, kërcënime, sulme të planifikuara. Ishte një stuhi që ra si çekiq mbi shoqërinë e lartë të qyteteve. Por Daniel doli i pastër. Sherifi, mjekët të shmitarët, të gjithë e mbështetën. Pasuria që Henry tentoi të vidhte ju kthye atij. Dhe ai vendosi ta shfrytëzonte siç duhet. Evelyn e pa nga dritarja e kabinës së saj një mëngjes, teksa Daniel ishte përkulur mbi tokën e fermës, me pantallona pune, me këmishën e vjetër të bardhë të babait të saj, duke mbjell farat. Ai ishte milioner, por në atë çast duke i thjesht njeriu i saj. Ajo doli jashtë. Ai u kthye tek ajo, i lodhur por i qeshur. Kam menduar diçka, tha Daniel, duke mbajtur kapelet e tij me dorë. Të gjitha fabrikat, kompanitë s'kan vlerë pa këtë vend. Pa qetësinë. Pa ty. Ajo u afrua, duke i fshirë një grims dhe nga fytyra. Ç'ke ndërmend të bësh? Ai mori duart e saj. Dua të ndërtoj këtu diçka të re. Një jetë të re. Me dikë që më shpëtoi. Dikë që më gjeti kur isha i humbur. Evelyn. Dua një familje. Dua ty. Zëri i saj u thye ndërsa lotët i mbushën syt. Daniel, unë gjithmonë të kam dashur.
që nga dita kur të gjeta atje në pyll. Ai e tërhoqi pranë vetes, dhe për herë të parë që nga nata kur Henry erdhi për t'i marrë gjithçka kishte vetëm paqe. Në pyllin që dikur kishte mbuluar britmat, plagët dhe frikën, tani dëgjoi vetëm zëri i erës dhe raja e dy zemrave që më në fund kishin gjetur njëra tjetrën.